kemi ardhur në komunën e Obiliqit, më saktësisht në shkollën e mesme të Ullët Ibrahim Rugova në këtë komunë, ku është edhe qendra më e madhe e votimit, për shkak që mbi 8.000 votues kanë të drejtë vote në këtë pra qendër të votimit, dhe duket se qytetarët vetë se kanë filluar edhe në këtë komunë, pra në komunën e Obiliqit, për të dalë dhe për të votuar. Mirë po, bisedova me menaxherën e qendrës dhe na tregoi që më herët numri pra i votuesve që kanë dalë për zgjedhjet si të jashtëzakonshme parlamentare ashtu edhe zgjedhjet lokale ka qenë diku deri në 5.000, dhe sot duket se ky numër është pak më i vogël për shkak që interesimi herave të kaluara ka qenë më i madh që nga mëngjesi, kësaj here duket që nuk ka shumë interesim. Janë gjithsej 10 vendvotime të rregullta, ku në këtë pra qendër të votimit janë krejt të gatshme për t'i pritur qytetarët dhe për të votuar. E pat edhe më herët të gjithë kryesuesit, pra të vëzhguesit e Komisionit Qendror Zgjedhor janë me jelek, ku po vrehet dhe po i ndihmojnë qytetarët. Janë duke pritur për të gjithë ata që vinë dhe për të votuar. Po e shohim njëra nga vendvotimet që është 150101, ku është mbiemri A deri në B dhe kanë të drejtë vote pra qytetarët e Obiliqit që e kanë mbiemrin me shkronjën A dhe B në këtë komunë, dhe duket se interesimi vetësa shkon e shtohet, pavarësisht që në dallim prej herave të kaluara, siç e përmendi menaxherja, kësaj here është pak më i vogël interesimi i qytetarëve në komunën e Obiliqit. Po shoh nëse mundem me marrë ndonjë qytetar për të na treguar, por duket se nuk ka shumë lëvizje në këtë pra qendër të votimit të Dorontila dhe Blendit, dhe ju informoj me kohë nëse do të kemi ndonjë qytetar për të treguar nëse ka ndonjë parregullsi. Vlen të përmendet që sa erdhëm bashkë me burimin operatorin, e pam edhe prokurorin e shtetit që ishte pra prezent për ta parë se a ka filluar me kohë gjithë procesi, pra a janë shpërndar materialet me kohë në këtë komunë dhe në këtë qendër të votimit. Gjithashtu pam edhe zyrtar policor që janë në secilën pra qendër të votimit me vendvotime, janë edhe në komunën e Obiliqit, pra ku po e monitorojnë të gjithë procesin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Kujtojmë që këto zgjedhje janë të tretat parlamentare, ndërsa kemi pasur edhe zgjedhje lokale si të rregullta pra në fillim, ashtu pasat mandej edhe të balotazhit. Po e shohim ndose ndonjëri prej qytetarëve ka dëshirë të na tregojë. Zotri, jemi drejt për drejt, a na tregoni? Nuk ka qytetar që duan të deklarohen,